Kemi muslim, kemi mu'min, edhe kemi muhsin. Muhsin kusha? Është kategoria ma e lartë e imanit. Do më thonë, edhe anën e jashtë me popunan për izat Zotit, për kryn namazin, adhurimet praktike, edhe anën e brendshme ke rregullu me Zotin, tash ke mrimin i kategori, që ti qaq afër e ki Zotin, nga një se këta është zërë me arrit, nuk arrijet kjo me demellëk, kjo arrijet me një bindjet brendshme, që kur ta lidh zemrën me Zotin Azogjel, mo nuk e ki gajle qka të ndodhë, nuk dhimet jeta, nuk dhimet ditët, nuk dhimet qaset, nuk dhimet ecja, nuk dhimet parja, nuk dhimet kur gjë për Allah, se je lidh me Zotin Azogjel. Ke kalu nivele qashtë nalta sa të lindi, të vdiq, një afërt, një dashur, bane miliona, hupi kret pasunia të tim, nuk e ki kur problem, sepse ti je lidh me Zotin dhe gjdo të sen, thu, unë me Allahun Gjelleshanu e kum lidh vetën tëme. Si që ka bo Ibrahimi a.s. kur u hudh në zjarë dhe asni 0.0% e zemrës nuk ju lëkond nga jekinin, nga bindja, sepse kjo është ta kesh Allahun Gjelleshanu afer, ta ndjesh fuqinë e Zotit, ta ndjesh shoqërinë Allahu Gjelleshanu me ty, ta adhurosh Allahun si kur pa e sheh, sepse ti e ki bindjen, edhe pse ti nuk e sheh, aj ty të sheh. Dhe Zoti Gjelleshanu e kalon prej dobive, mos me e pana, me këqyrë se kush për beson Allahun, si me pas pa.